Ja ku jemi në ditën e 3 të Girls Tripit, është nga Girls Tripet më të bukura që unë kam bërë, se ndoshta nuk negociova në asnjë nga kushtet dhe vajzat përshijojnë shumë, por sot jemi në Rabat dhe gjithë e bukura e këtij ricit që ne jemi akomoduar është sepse kanë një temë, çdo vend shikon kalin me personazhin e tij që është Iban Batuta, i lindur diku në vitet 1300. Ka nisur të udhtoj në ato vite, është nisur nga Tanger dhe ka bërë në rrugën për të shkuar për të bërë haxhin në Mekë, por ka përshkruar për 10 vjet 120 vende të botës, një alkimist më vete, një histori e jashtëzakonshme. Nuk e di, po mendoj që në një botë tjetër që mund të kemi jetuar, mund të kemi qenë një nga këta personazhe që kam qenë një eksplorator, se nuk ka mundësi që ta përjetoj kaq shumë, jo vetëm udhëtimet e mia, po udhëtimet e secilit që i bën nga ritriti. Mezi pres të ndaj çdo eksperiencë tonë në Marok, sepse është nga vendet më impresionuese, ku takohet Afrika me Europën. Magji, çdo sekond i përjetuar në këtë vend.